Po oligark? Ka një dallim midis oligarkut hajdut dhe pushtetit ekonomik. Unë duhet ta sqaroj opinionin. Keni sqaruar edhe më parë. Oligarku është ai që i fut në xhep dhe fiton asnjë tjetër, ndërsa pushteti ekonomik është ai që merr PVP, por ja jep shërbime dhe qytetarëve. Ka diferencë. Dhe oligark hajdut ka, ndërsa pushteti ekonomik nuk e besoj që të ketë. Kalojmë tek pjesa e drejtësisë. Mund të ketë nga drejtësia e re apo e vjetër? Ka. Të dyja bashkë ka. Do të keni parasysh diçka. Ajo që unë e di me plot bindje dhe siguri absolute flas. Trumpi është për 4 vite. Pas Trumpit do zhvillohen zgjedhje. Në rast se linja Trump do të vazhdojë përtej 2029-s, dihet që plepat 2 që kanë bërë si ku përjapin drejtësi për shqiptarët, dhe është e njëjta administratë e Trumpit, por në ndryshim nuk do të jetë Trump president dikush tjetër, dihet që ato këtu do shumë kohë të presim, ato prokuror dhe ato gjyqtar që kanë marrë vendimarrje politike, por edhe ato prokuror dhe gjyqtar që kanë marrë nga prokuroritë e zakonshme flas, vendime apo veprime të cilët cenojnë drejt për së drejtit interesat e qytetarëve duke u bazuar si ku përbëjnë drejtësi, do të ndëshkojnë në mandatin e dytë në rast se do të marrë dikush nga linja Trump stafetën e republikanëve për president të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nuk është në këto momente të themi që a do të goditet tani në aspektin e jashtëm. Pse? Do ta them edhe të analizoj këtë. Trumpi është biznesmen. Trumpi bën diçka shumë të bukur, investitor, dhe nuk mund të prish investimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës për aq sa duket që është fut stampa Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në reformën në drejtësi. Tani, a e them unë që reforma është plepa 2? A e thot dikush tjetër është ndryshe, apo e lavdron dikush tjetër? Trumpi nuk bën këtë gabim. Trumpi çfarë do bëj? Në këtë dekret do përfshihen, unë them 69. Do t'jenë edhe 69 më shumë. Por individët të cilët janë përfshi këtu nuk do ta mësojnë kurrë përveç 2-3 kokra. Ata do ta mësojnë kur të shkojnë tek konsullata, të aplikojnë edhe t'i japin përgjigje. Përveç kësaj, ata të cilët janë pajisur me vizë do shkalojnë përtej oqeanit në aeroportat, do thënë bye bye, ktheu prapsh. Pra, a do të ketë nga fusha e drejtësisë? Ka, i ke brenda këtu. I ke dhe prokuror edhe gjyqtar të prokurorive të zakonshme dhe të gjyqësorit të zakonshëm. Mendoj se kanë familjarët të tyre jashtë shtetit, le ta mendojnë, e kanë atje në Amerikë. Ore, mund mos kenë asgjë, po mund edhe të kenë. Por ama, ta keni të sigurt, do ndëshkohen. Nuk ekziston asnjëri prej tyre që mund të shpëtojnë ndëshkimin. Ndëshkimi do të vi nga linja Trump, se pikërisht Trumpi nuk pranon dhe nuk do të pranoj kurrë, shiko aktin, që të goditen njerëz sepse kanë një bindje të ndryshme politike, ose pse kanë një qasje shumë të ndryshme në raport me interesin e një gjyqtari dhe një prokurori i cili ka familjen e tij në shtet dhe bën freskë Parti Socialiste. Trumpi tha shumë qartë dhe publikoi vetë dhe tha: unë zotri do ndëshkoj jo vetëm ata të cilët bëjnë korrupsion, por edhe ata të cilët shfaqen sikur po mbrojnë korrupsionin dhe i bëjnë lajka pushtetit në forma të ndryshme. Avokat, vim nga Trumpi atje, vim në Sazan. Vajza e tij Ivanka vizitoi Sazanin bashkë me Kushner